Jam drejtuar e emisionit Stop për pasurinë e 4 fëmijëve të mi dhe për djersën time që e kam krijuar bashkë me bashortin tim për të gjetur një drejtësi në kthehet pasuria e 4 fëmijëve të mi. Sa vjeç janë fëmijët sot? 2 vajzat janë 20 vjeç, janë binjake. Djali mbas vajzave i madhi është 18. Djali i vogël është 14 që gëzon emrin e tjatit të tij. Përshëndetje miq të Stopit, rasti i radhës do të na çojë në Cërik ku do të investigojmë problematikën e 3 vëllezërve dhe se si gjaku bëhet ujë kur bëhet fjalë për parat. Unë ishtja pa i bërë 17 vjeç, bashorti im ishte 23 vjeç, edhe ai vendosi që mos të ikë moja shtetit të krijoj një biznes, karburant, me të ardhurat e atij që kishte, edhe pastaj filluam aktivitetin, e ndërtuam bashkë me ta. Në vitin si thash 97 që ka është krijuar biznesi, në 2000 është bërë me licencë, kam punuar vetëm unë me bashortin. Në vitin 2011, 5 mars, bashorti ka humbur jetën në Bratil të Gramshit. Kur erdhi lajmi i keq, për mua ishte një tronditje shumë e madhe, edhe mbas kësaj ikjes së bashortit, kam marrë shumë kërcënime nga njerëzit e tij. Donin që të më largonin nga ky vend bashkë me fëmijët. Ndërkohë ti nuk ishe në dieni se çfarë bëheshe me biznesin në atë kohë. Nuk isha në dieni sepse kisha një traumë shumë të madhe, edhe para ikjes bashortit ai nuk ka qenë mirë psikologjisht, e kam ngrënë dhunën. Qenë i dhunshëm, problematik. Ti kur kuptove që ky biznes që ju e nisët në 1997 ishe përvetësuar me dokumenta të falsifikuara nga 2 vëllezërit e bashortit tuaj të ndjerit? Po, kur kam arritur në shtetet e huaja që ka kërkuar ndihmë për veten edhe për mbështetjen e jetës të fëmijëve, që më rrezikohesh këtu, atje më thanë, më refuzuan sepse thanë që bashorti juaj ka një biznes edhe një pasuri të paluajtshme, edhe ne nuk mund të mbështesim një person me këtë pasuri. Për të kuptuar më saktë se çfarë ka ndodhur dhe si është përvetësuar biznesi i karburantit nga 2 vëllezërit, emisioni Stop fillimisht do të operojë nëpërmjet kamerës së fshet, ku ne kemi mundësuar një takim midis kunatës dhe 2 kunetrëve, për të cilët pretendohet që kanë vjedhur nëpërmjet falsifikimit biznesin e vllajit të tyre i cili humbi jetën vite më përpara në Gramsh. A mund të zbres pak poshtë? A mund të flasim pak? Për të gjykata apo për të prokurorin? Po do flas për çështjen e po ti e di shumë për çështjen e karburantit që kam hapur. Nuk më njeh më, po ata 4 librit e tuaj njeh. Asnjë nuk njeh. Nuk më njeh, as mua, as një për as mesa. Për pjesën e karburantit, pjesën e shtërmen. Edhe duhet di saktësisht për shembull çfarë ka ndodhur në kontrata që janë bërë. Me fjalë programit po shkon, unë kam qenë ushtar. Sokoli është më zi se s'duket. Ai është 99. Ai që se ka po gjithë familjes së nuk ka pas një. Se u bë pronar pa punuar së ditë. U bë pronar pa punuar së ditë. Ai ka përfituar kurrizën e të gjithëve. Nga investigimin e kemi zbuluar që falsifikimi i dokumentave është bërë pranë zyrës notariale ku këtu është bërë edhe kalimi dhe shitja e biznesit nga i ndjeri tek 2 vëllezërit e tjerë. Absurditeti në këtë procedurë tek kjo notere qëndron tek mungesa e firmës së bashortes së të ndjerit. Ne kemi pyetur këtë notere se si ka mundur kjo e fundit që të kaloj këtë biznes pa firmën e bashortes. Vjera ka bërë një kontratë që është bërë të ju për shitje kuotash. Një vjerit e ka ndruar jetën, ka bërë edhe shitje kuotash të ju. Për ndërkohë ka qenë martuar me zonjë dhe ka me pasurin bashkë. Zonja nuk ka e firmë. Bëhet kjo? Bëhet. Po pse bëhet? Po ta qenë të pasurisë për bashkë. O që ma është pasuri, nga kuota. Po pasuri është? Jo, pasuri nga kuota. Ashtë e mundur që... Po ti kishe kërkuar të ka kërkuar atë, se tani ku ka ato janë ushtrijet e mia personale. Janë parashkruar ato të drejta.
drejta. Kjo është një pasuri bashkërtore dhe sipas kodit familjes duhet të nënshkruanin të dy në momentin e shitjes së kuotave dhe gjykata shqiptare në praktika të shumta të saj e ka cilësuar të pavlefshme kontratën e shitblerjes në shumë raste ku ka nënshkruar vetëm bashorti, sepse bashortja dhe bashorti kanë të drejtat të barabarta pasurore në një pasuri e cila është krijuar gjatë martesës. Kjo nuk është konstatuar nga noteri, ne vlerësojmë që edhe para noterit është falsifikuar nënshkrimi dhe kjo është një ngjarje shumë e rëndë, përveç se pasoja duhet të jenë për qytetarin që ka përfituar apo vllajin që ka përfituar pasurinë në mënyrë të palishme, duhet të hetohet edhe noteri i cili ka bërë një dokument të falsifikuar. Për këtë arsye ne jemi drejtuar edhe me kallëzim penal prokurorisë Elbasanit dhe shpresojmë që ditën vijim të kemi dhe rezultatet e para. Kemi një kontratë shitje këtu. Kjo është Altin Elezi firma. Tërkohë kur ka themeluar, po tani se ne e dim se çfarë firme ka pas. Shikoj se ka firme. Shikoj se. Ndërkohë që ky Sokoli kemi ca dokumente të tjera duke që është kaligrafia e tij këtu. Çfarë për atë eksportimi dhe izin në kaligrafi? Është detajuar. Kemi marrë komplet aktet dhe dosjen ku ka qenë edhe pranë gjykatës që është regjistruar si subjekt tregtar, por edhe pranë QKB-s na ka rezultuar me sy të lirë që kemi të bëjmë me një dokument të falsifikuar siç është kontrata e shitjes apo dhe vendimi i asamblesë dhe me sy të lirë konstatohet se është shkruar dhe nënshkruar nga një person, pra që do të thotë që është nënshkruar nga vllai. Njëkohësisht kemi marrë dhe dokumentacione krahasues të firmës së të ndjerit Altin Elezi dhe ka rezultuar që po prapë me sy të lirë në krahasimin që ne kemi bërë ka rezultuar që nuk është shkrimi dhe nënshkrimi i tij. Por për ta marrë këtë si provë shkencore, ne kemi caktuar dhe një ekspert kriminalist në lidhje me krahasimin e shkrimeve dhe nënshkrimeve të tyre dokumentave. Ne na javën në dispozicion dy dokumenta, objekt ekspertimi, është një kontratë shitje dhe një vendim i asamblesë ortakëve, ku dyshohet se firma e të ndjerit Altin Elezi nuk është firma e tij origjinale. Pra ne jemi fokusuar te shkrimi emër mbi emër dhe sigla, nënshkrimi firma e Altin Elezi te rekuzita shitsi, te kontrata. Edhe te dokumenti i dytë, vendimi numër 1 i asamblesë ortakëve të shoqërisë Elezi SHPK, jemi fokusuar tek rekuzita ortaku, poshtë kësaj rekuzite është firmi Altin Elezi dhe firma nënshkrimi. Këto janë ekzaminuar në pamje grafike, janë nxjerrë karakteristikat e përgjithshme dhe veçanta dhe janë krahasuar me modelet e lira të Altin Elezit. Një ndër modelet e lira më të besueshme në emër të këtij është nënshkrimi që është vërtetuar te noteri në vitin 2000 dhe nga ekzaminimi krahasues i këtij nënshkrimi dhe nënshkrimeve të tjera që ndodhen në dokumenta të tjera që disponojnë në dosje. Kjo është firma e Altin Elezit në vitin 2000 e vërtetuar te noteri që është shumë e besueshme. Nga ekzaminimi krahasues i kësaj dhe firmave të tjera, modele të lira, ka rezultuar që nënshkrimet në dy dokumentat objekt ekspertimi që kontestohet nuk janë nënshkrime të Altin Elezit. Pra duket qartë edhe me sy të lirë krahas edhe aktit që ju keni bërë në mënyrë profesionale që firma Altin Elezit përpara noteres rreth vitit 2000 ndryshon me kaligrafin dhe firmën e Altin Elezit në këtë kontratë të shitjes. Nga ekzaminimi krahasues që është bërë midis nënshkrimeve objekt ekspertimi dhe modeleve të krahasimit ka rezultuar që nënshkrimi në këto dy dokumenta është i falsifikuar. Pra nuk është nënshkrimi i shtetasit të ndjerit Altin Elezi. Edhe ditët e sotme, këto kontrata dhe këto akte janë duke u përdorur pranë qendrës kombëtare të biznesit dhe kemi të bëjmë me një krim vazhdues sepse pasoja është duke u sjell edhe sot pra personit i është marrë prona apo trashëgimtarëve që janë në rasti konkret fëmijët.